Këtë të mërkurë përfundoi zbatimi i amnistisë penale, duke sjellë ndryshime në situatën e qindra të dënuarve në burgjet shqiptare. Sipas informacioneve, 553 persona të dënuar përfituan lirim të menjëhershëm, ndërsa 863 persona të dënuar përfituan zbritje të dënimit. Ligji miratuar nga Kuvendi dhe i dekretuar nga presidenti tashmë përfundoi duke lejuar lirime, ulje dënimi dhe përfitime të tjera për kategori të caktuara. Në Lushnjë kanë dalë rreth 120 të dënuar, në Fier rreth 98 persona, ndërsa në disa institucione të tjera si Korça, Fushkruja dhe Pojs u zbatuan procedurat për përfituesit sipas kritereve të ligjit. Nga burgu i Drenovës kanë përfituar nga amnistia 60 të dënuar, të cilët kanë fituar lirin. Sa i përket burgut të Grave në Pojs, fituan lirin 11 të dënuara, ndërsa 8 të tjera përfituan ulje me 1.5 vite burg. Nga masa amnistisë përfituan të dënuarit që plotësojnë kushtet e përcaktuara duke përfshirë dënime të shkurtra, kategori të caktuara sipas moshës dhe gra apo persona që kanë qenë në të mjitur në momentin e kryerjes së veprës penale. Ndërkohë ligji la jashtë skemës persona të dënuar për vepra të rënda penale, si dhe çështjet që lidhen me jurisdiksionin në SPAK dhe vendimet e GJKK-s.